mbaron. Po kjo është historie një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Një dy, Se? Po të thash apo njësh mikrofon temin. Shumë... E pas në adres për mos më një. Nuk je i pari sot, kështu që mos e tepro. Ani, okej. Ta tregoj tani I soti jam? Çka ka ndodhur me policinë e Kosovës? I soti jam? I dyti. Okej, mirë, s'ka halat. Përshëndetje krejtëve që po shoqëroni me Klan Radio në këtë moment. Uroj që s'keni marrë ai dënim prej policisë, edhe që nuk ju bën ai gori dikush tani. Okej. Pak let. Po kujdes ku po parkojeni, që po parkojeni, që bërë ditini, unë ju tregova dje që gjopat tash, do me thonë, jo veç me ato tiketat me ardhmë ju përcjell policia, apo dhe përmes kamerave në qytet. Uroj që keni pas ditën e mirë, gjithsesi, mos ju prishet disponimi çka do që ndodh, uroj keni me energji të mirë. Edhe sot në ditën e fundit për këtë javë kena me qenë bashkë për 2 orë, 1 orë me KTV-n edhe 2 orë të plota me Klan Radion. Kështu që sigurohuni me na dëgjuat në pjesën e dytë përmes frekuencave tona 86 edhe 102 FM. E për juve që jeni në komunikacion, nga ky moment presim informatat e juaja me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara ku do që janë, thjesht na dërgoni një foto në 049978 edhe ne do informojmë gjithë pjesëtarët të tjerë në komunikacion se ku janë pjesë më të ngarkuara. Ndërsa nga pasi ta dëgjojmë këngën e parë hyrë se na kena ju prit edhe me telefonatat e juaja në 049978 edhe numër edhe në Viber, edhe me bisedu për një temë të ditës së sotme që Fiona nuk e paska vendos të veni, e tema është kështu. Me kë je largu edhe me kë je afru në 2025, do më thonë me ka një largu edhe kujna ju ke afru. S'ka nevoj emra, veç ose shatim... bën edhe me qka, se ka dhe do veti që jena largu me do veti tjera që jena afru, pse jo? Mujna me kombinu me bo një farë kombinimi se ta shtadin është fund viti e ka salatat ndryshme. Kjo është Dafina Zeqiri, vjen me kangën ma tre, merri edhe po e presim, po e presim me po edhe në koncert. Hajde Dafi. Pjesë të matë ngarkuara në 049978 ndërsa për juve që keni nevoj derivate mos harroni me u drejtu tek Petrol Company me i marrë derivatet ma cilësore, por nëse shkoni në Hajvali dhe gjoni mirë, atje keni me mujt me gjetë super çmime për ditën e sotme. Petrol Company në Hajvali sot na ka sjell super çmime dhe ato 1.13 e keni euro dizelin, 1.15 e keni benzinën në Hajvali edhe një Hajvali, po. Aty bashkë në qështë e kanë një bombë, në alesh aty edhe një bush makinën me derivatet ma cilësore me çmimet ma të mira. Sa i përket komunikacionit, ka kolon që asja për të krethi i Çaklavicës e ngarkuar është dalja për në nga autostrada për në Fushë Kosovë, nga zona industriale në drejtim të Fushë Kosovës kolon shumë e gjatë, pastaj shumë e ngarkuar është edhe nga zona industriale në drejtim të Prishtinës kolona. Nuk e di çka u bë, u bloku kjo rruga se ka pasur me bën një farë demonstrimi, një farë bashkëpunimi ambasada Amerikës me policinë e Kosovës dhe një pjesë arbris shkone para pame për me qenë e blokume, po më doko që s'është se po i shoh që pas ka qarkullim nga rrethi duplex për tek rrethi ambasadës amerikane. Te i bondi kur kanë thonë. Nejse, kolon ka dhe rruga Agim Ramadani nga komuna deri te Kullkryqi i Menzës. Këtu janë informatat që kanë arrit në 049978 e që ne kena me vazhdu për gjatë të emisionit mi u prit juve me informatat rreth komunikacionit, edhe po presim me na thirr me telefonatat e juaja e me bisedu për temën e ditës së sotme, me na tregu se me kën je largu edhe me kën je afru, ose me çka me qysh je largu edhe me çka qysh je afru. 049978 është numri i telefonit që ju pret me telefonatat e juaja nga tani. Nga ky moment. Okej, pas ka shkus. 049978 edhe një numri i telefonit. Për momentin Prishtina është pakës me mjegull, ka qenë dita kogja e mirë, kështu sa i përket rrezeve të diellit, kena pas dritë sot mjaftueshëm, edhe energjia ka qenë shumë e mirë, mjegull ka pas jo shumë, por temperaturat kanë qenë kogja të ftohta, 7 gradë është momentalisht maksimalja
ndërsa mbrëmja pritet me qenë kogja e ftohtë, sem deri në minus kanë me shku temperaturat -1. Sonte po. Çka po? -1 kanë me shku temperaturat minimale, e njëjtë pritet me qenë edhe fundjava, madje më e ftohtë se dita e sotme, temperaturat minimale kanë me shku deri në -5. Kështu që mbrëmjet e së shtunës dhe së dielës kanë me qenë kogja të ftohta, që mban prapë me ju bë thirrje me pas kujdes në komunikacion. Kemi pasat, nuk po du me përmend, po nuk kom qare pa e përmend, një aksident të tmerrshëm që ka ndodhur në mëngjesin e hershëm. Kështu që në momentin që po shohim lajme të tilla, pamje të tilla, e që mediat nuk po na kursejnë fare me pamje të tmerrshme, po na bojnë me mendu se sa e vlefshme është jeta edhe sa kujdes duhet me pas. Kështu që e dim na jemi në komunikim direkt me juve që jeni në komunikacion, edhe e ndjejmë si obligim kështu moral për m'ju bë thirrje me pas kujdes në komunikacion. 049-978-978 edhe një numri joni telefonit, na tregoni se me kë jeni largu ose me kë jeni afru gjatë 2025-s. Kolon ka edhe dalja e autostradës me muzikën me çat lloj muzikës. Kolon ka dalja e autostradës në Vetërnik, është një informat tjetër që na ka arritur dhe na tregon që është deri në lart atje tu shku për Ajvali kolona. Pastaj e ngarkuar po shihet jo po me kolon pjesa rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B dhe ana Sjelltas. E ngarkuar është rruga Tirana me kolon gjatë deri tek rrethi brapa stadiumit Fadil Vokri. Nga fshati Shkabaj deri poshtë Vetërnikut ka kolon, por pjesa më e ngarkuar për momentin ose pjesë më të ngarkuara është pjesa nga dalja ose nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës dhe ana Sjelltas, kolon nga zona industriale deri në hyrje të Prishtinës. Kolon ka edhe dalja e autostradës, por shihet shumë e ngarkuar për me dalë atje në Fushë Kosovë dhe qasja për tek rrethi i Çaglavicës. Çe telefonata e parë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Nisa. Enis, përshëndetje. A je mirë? E mirë, pesha që krejt po pritojnë me thirë për Po dojnë me kallzu? Unë e di që ti je Po gjithmonë pritojnë. sinqert në përgjigjet e tua. Kështu që po më intereson, a je afru ose a je largu me dikën gjatë vitit 2025? Mua afru po, me një shoqe këto. Okej. Do me thonë, unë se kom njoft që është shqiptare, po e jam ka njoft. Qëta është ka dhe edhe për shok, keq me stani në ty. Ç'është? Thashën e që nuk na më shef kjo. Je afru me një shoqe? Po, a jam ka njoft që unë jam shqiptare, unë se kom njoft. Okej. Edhe do me thonë prej ati Ka lind momenti. një shoqëri e re, do me thonë? Ka lind një shoqëri e re, më thirë, Qyshe tolën late pina aty? kafe. Shoqëri e re, shoqe i dojnë anon e titrës. E për këtë pjesën tjetër që bëjnë rëstënësimit? E për këtë pjesën tjetër me 3 persona jam largu. Edhe s'du me i pa korë në këtë botë, veç në botën tjetër në taku shumë. Do me thonë ka dhe 3 persona që ke përjashtu kështu, ja ke bo eksa. Ja kom bo eks për të njëtën, edhe kështu ju kom thonë ftyrë. Një është mashkull që tha arsimi, që arsim po tregoj, Po. edhe kur heq s'du as me pa në rrugas 1000 kilometra me konsen largë rri, Eks do me thonë, kështu gjigant. E 2 persona të Edhe- tjerë? e 2 tjera femna. Njona është e familjes, Okej. njona është kojshi. Atje. Atje, në Kosovë Jo do me këto, thonë i bjenë. në Kosovë. Po, në Se ma t'ja bëj Kosovë. pyetjen 3 emra 3 arsye. Ja, s'pja bojnë, a ka dhe Jo, naj... bëna arsye. Ja, s'po duhet, s'po më intereson. Se mos po prekën. Po s'po anin kur ti, mos e ti Po, e që larguna e dina që ke pas një arsye të fortë. E kom Se pas një t'jojnë, arsye të fortë, t'jojnë. arsim seriozisht, shumë më thonë, për shembull kanë herë thonë i e gotshme. Mirë po, kur S'ka nalen lidhje. i analizojnë, thonë, veç ti ke duru, se unë s'kisha duru ka shumë. E Enis, pse po më thu pra e gotshme? a Po. ka- Kushme se nuk e naj- di situatën. A ka naj veti që e largu ose naj veti diçka tonën personale që e largu ose e afru? Jo, veç Veç personale. pinjasve, arsim, veç ka pas jo, këto. po mënoj a ki diçka naj far Do një shprehi e vetije, ki, naj pra? shprehi veti qoftë, a din që e ke largu Po ke thonë, largona? 2025 të nuk du më me bo qëta. Cimi për shembull u afru pak me pishinën. Po me pishinën, me notin, me fitnessin. Arsim, me thonë, jo, pak me thonë drejtën, kom thonë, ma, du me lon pak nervozën. Që, një veti shumë e mirë që e largu pisha Po, sajna, po pëlqen. me largu pak, me marrë çdo gjo sanet shtrume që thojmë ne. Okej. A din, E naj vetit mirë që e afru? na i vetë, pa, ka ma veti e mirë arsim se me lo nervozën.
Po jo s'ka, dhe thash ka. Mi marr gjëra të shtruar. Po, Mi marr gjëra të shtruar edhe Çfarë po don më mirë? vesh qill, vesh qill. Shtash 4 herë mi fol, diçka nervozohet. Ishte sheshi. Ta. Ej, po përshëndesim, je mrekullueshme, po bëj gore, je mrekullueshme. Jo, seriozisht, unë ju përqafoj edhe ju përshëndes Edhe na shumë. të përqafojmë shumë, faleminderit. Faleminderit shumë. Është koha punë e madhe 3 personave më u eks kështu në jetë. Kur e meritojnë edhe 30. E vërtet, po don koha guxim. 049-978-978 Enza Home po vazhdon me zbritjet e fundvitit deri në 50%, kështu që mos harroni me vizitu Enzën përmes rrjeteve sociale, me i pa gjitha mobiljet, gjitha produktet e reja, por edhe të shkoni në showroom, edhe me i pa priafër produktet e Enzës që keni në zbritje, edhe pse jo me kriju setin tënd. Ndaq për banesë, ndaq për zyre, ndaq për shtëpi, për gjithçka gjeni në Enza. Për me ata kum gjet aty një farë fotele për zyre, shumë mirë kishnajt. Po kum gjet një. Edhe po bëj kështu kapak aty po më shumë me 30 dhjetor. Me 30 vin zyre me gjet këto. Me të parin ta bi. 30 nitin po do. Po, mos tani. Është nata e vitit 3. Kolon qasja për të krethi i Çaglavicës, po shihet në këto momente është e ngarkuar me kolon kjo pjesë, edhe po vazhdojnë po arrini informata. Kolon është edhe pjesa e daljes së autostradës në Fushë Kosovë, po mbetet Fushë Kosova me shumë kolon, po vazhdojnë po na arrini informata, po na tregojnë për këtë pjesë që është shumë e ngarkuar për momentin. Ka ardhur kolona tek AKI, e vazhdon tutje deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Çka ka ndodhur më atje? Mos ka na zbritin ai san. Qasja për tek rrethi prapa stadiumit rruga Agim Ramadani, edhe kjo po shihet e ngarkuar me kolon. Ndryshe, ju që doni me festu këtë vit 3 me familje, me shoqni, doni me imledh ata te shtëpia juaj, doni mi pas pijet më të mira, kuptohet. Edhe keni mundësinë mi porosit online, që tash ku jeni ulur me porosit online, po deri në 50%, 30 deri në 50% zbritje ka tek seriouswine.com. Është dyqani ku mundesh me bë porosinë dhe ju vin shpe, ose mundesh me shku në dyqan ka dal dhe po e keni staf mrekullueshëm të kallzën me çka kemi shoqënua ne kneti bojnë do pyetje çuditën. Edhe i 2200 lloje të verave dhe pijeve tjera festive tek Serious Wine. Mendova që përfundove. Jo bre, a di çka ka ndodhur? Nuk dia ka të bëj kolona me Fushë Kosovë që përmende me këtë ngjarje, po treni ka goditur një veturë disa ditë para një ore. Jo, sa ne treni si bjen nga projin Jelmët. Jo. Kalon edhe ka Fushë Kosova treni. Këtu po kalon, kjo është po çik ka mu bëj tramvaja. E ka godit një vetur bashkë në mes të mesit. Nuk e di. Çka ka lyp aty vetura, po besoj se aty janë domethënë 3 korsi, është e pamundshme për mu blloku kaq shumë. Jo, vetura është mes shinave, domethënë as rrugë nuk ka këtu ku është ndodhur ku ka ndodhur aksidenti. Nuk e di çysh ka mri ajo vetura aty. Ka këshyr me radikare. Nëse sidoqë të jetë po shpresojmë që s'ka këtu. Është shumë e rëndësishme. Lart Veternikut kolona deri tek deri tek qasja e Çaglavicës po shihet me kolon. Revkesh ka është asfalt 3. Hajde gëzuar. Se zgjedhjet Revkesh, zgjedhjet na ka dërgu do foto këtu me asfalt 3, që na i kanë shtru. Ani bash mirë, po vjen mirë, besa boll shpesh po bojnë zdi. Boll shpesh po bojnë, vish mi ka dërgu do foto të asfaltit tu i dal. Alo. A den kishte çikshëra e kryta me këtë. Amo shumë mirë i shkon domethënë me boll dhe pas zgjedhje. A di çka më ran sy sot? Ta friponsë. Disa parti të më thonë po isho se te artistët e kemi i vrejt moti këtë farë trendit që tekstet i kanë gjuhën e vetë, dhe më thonë drejt shkrimin, gramatikën e kanë përshëndet moti, po edhe në për sloganit e partive, dhe më thonë, të zgjedhjeve të deputetëve të partive, me gabime trashanike. Qashtu pe kuptojnë populli? Po nuk është gabim. Jo që duhet, po qashtu pe kuptojnë mirë është. Te a zgjidh një parti për me votu, apo e zgjedh një parti për me votu? Alo, përshëndetje. Shtrohet pyetja. Çfarë përshëndetje? Po te po të kuptojnë. Oj sa një si e? Se kjo fjunat nervozon pa ja nisë emisionit heq. Si ke kalu? Mirë. Po thot le dre, kum zvoglu rrethin, ja kum shti kompasin, do më thonë, më nëmët me bosë shumë të vogël, aden. Ledre vula? Jo, tjetër është kjo. Hajde tregona qysh ka qenë dita jote, fillimisht. Vallaj, një ditë, tanë ditën shpeh me punë shpijes, kur qysh. Po ka punë shpija, bolla, ka punë shpija, bolla? Jo, më qëfar. Po s'mon me bo, kur s'mon. Nejse, po ka njëherë për me i gjojna vetit pun pa pas nevojnë shpet, gjithë del diçka. Me kë u largove, me kë u afrove në 2025-ën? Në 2025-ën nuk jëm largu,
po ma shumë vite heret, që ata shaj kum pas për i kam, a ma shumë vite shumë për para, jam e largume për tjetësisht. Me shumë njerëz, a? Për çfarë a mundesh me na tregu pak arsyen ajo? Nëse s'don mos na trego. Pa arsyeja, keq përdorja e njerimit kur të shkojsh në derë të ujë. Okej, po të kuptojna. Do më thonë, ka qenë një ndarje me bashkëshortin, që jetu e thonë ti? Ja, me bubë në mirë, ama tjertë. A me tjerëve javë ke bubë, Ani, me rëndësi me ato mirë me kanë mustanin. Faleminderit që na ke thirrë pas një pasditet mrekullueshme. Derit edhe pijuve. Faleminderit dhe të mirat. Ipko, nëse dëni mu afru me njerës të folë në telefon se ka shumë minuta, kjo pako me para pagim, tip max, i ka ish ma pak se 500 minuta, i ka 100 SMS edhe 15 plus 15 GB internet që vlenë në Ballkani Perëndimor, i keni edhe 2 pako tjera që kanë ma pak internet e ma pak minuta, po e keni mundësin edhe për me marë internetin ku do që shkoni në Evropë me pakot e Ipkos, edhe ato ma lirë se këta jesimat, po sigurt internetin të pastërt. Që telefonata, Fion, jo po Viber. Alo, Viber, përshëndetje. Kush telefonon? Fatime nga Ferizoj. Qysh je, Fatime? Që e mirë, faleminderit. Vjen mirë. Mirë për mrekullim. Me kë një largu, Fatime, ose me kë një afru për vitin 2025? Me shumë plot njerëz që meritojnë. Hajtë, tregona veç një ose dy raste. Familjar, krejt. Çka po ndodh kështu me Fatime? I natin me zvejte qashtu. Hajde tregom ati një arsye për njërën prej rasteve, për shembull, pse je detyru mu largu prej dikujt. Xhelozia, pse punë të mirë qashtu. Xhelozia. Mos u bë xheloze. Nuk kam thonë kot, nëse do me majt lumturin, me rrit lumturin, maje për vete. Atë ka largë, pret ka dole mos u gut se s'kina qit mollat alo. Pret deri sot ishte këto mollat. Fatime veç pak. Ka dole Fatime, mos na gut kështu se na si përzojna musafir ka shpejt. A ka ndodhur dikush me të largu ty? Nashta. Qysh i kum largu në dhe ata më kanë largu? Edhe dikush ka largu, bravo, po më vjen mirë që u bone sinqert. Tunk, faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde gjithat mira. Na ka njerë dikuj na mujna mja, adin, ja prish pak. Edhe thot, ndoshta edhe nuk e vren, po me kalimin e kohës, mas disa mujve shë s'po të thirr, s'po të shkruan. Po de. Ka dalë bravo, bona diçka. Po pas na bo diçka. Qëre, tash këto të paqëllimshmet që bëhen pa qëllim të keq, ndoshta edhe me një sqarim të vogël, me një bisedë vogël, më nuk më ka përcycim. Po këto që bëhen me xhelozi, me inate të tjera, pse nuk po di çka ka mujt me kon, po njeri sot rënon mëson definitivisht. Para se me shku te telefonata tjetër, jo veç deshta më ndal deri te Toyota, më tregu krejt juve që Toyota ofron garancion 10 vjeçar për secilin model të veturave. Vazhdon oferta gjys e pagun gjysmën cash dhe gjysmën tjetër mundesh me pagu me këste përmes disa bankave që Toyota ka partneritet në vendin ton. Kështu që shkoni, merreni vetura hibride, mos harroni që kanë shumë më pak shpenzime se veturat e zakonshme, garancionin e shumë benefite tjera, mos flasim për sistemet e sigurisë, komoditetin e të tjerë. Autotrade i ka sjell Toyotën për Republikën e Kosovës. Alo, përshëndetje. Ja. Kush na përshëndet? Teuta, si kalon? Mirë me juve që gjithë. Teut, me ka një largu, me ka një afru në 2025-ën. Ose me qka, një largu me qka e afru? Mbresem se do parafolqet para mije njëtën gjatë që e thamë, arsyeja është për xhelozia. Po, a je largu me na i kon? Po. Je largu me na i kon, shoqni, familje? Moj me të thonë familje, po jo ku me ditë sa e afer, veç ju më konë shumë i lidhët me to, veç më ka demoralizu kështu krejt. Pse bre, qka të bonja, qka i bonja? Po që atë është pytja. Me djetë kur gjësë i kom bo, po... A e ke pyta, a e ke thirë me pyt, mi thonë, qka ndodhe që u largove prej meje? Jo. Se ke pyt? Se kom pytën e di arsyem, pse dhe të që... Xhelozia, a? Xhelozia. Po thu që xhelozia neve kështu, për në me na dhem shumë. Na dhem, që e na dhem, që e shumë keqë shumë interesant është. Me bo me po dikën që është. Jo, si ma afru këtën, a me u largu po, vëllat. E pëse su afra ishe? Ja, kom bo kështë du blok të madhë, bile. A ke nëzonë na i shok që apo diju në trin këtë vit? A e ke njoftu dikën që del pin kafe edhe që se ke njoft ma herë? Po e pëse po thu jo? A përshë që e afru me dikën?
Po mirë, më afru, po jo ku me ditë sa është një me Jo, mos afrani kështu, po. Me pini ka me të më shoqë asojna. Okej, faleminderit shumë që na ke thirrë pas një pasdite të mrekullueshme, përndryshe për juve që dëni mi thirr shoqët sot me dal me edhe në shesh aty, po e keni edhe atë shtëpisën e Superbogit, po edhe nëse shkoni në ai farë lokali, keni Superbokin, po edhe nëse shkoni në shtëpi mund dëni me ble Superbokin, sepse e gjeni kudo, është birra e Portugalisë, birra më e mirë e Portugalisë që e gjeni tani edhe në Kosovë. Ja telefonata. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon se veç etje Bashkimi prej Vitis. Bashkim apo? Po, prej Vitis. Tregon bashkim me kë një largu, me kë një afru këtë Allaj, vetë. motër, pas pejtojt drejt. Po, bashkimi. Po, bashkim, veç mos na dëgjoj përmes televizorit, lutna. Mu ka largu. Hajde, jepi. Po. Unë e tash sa jam ka një shnur pa lute kum punu tonë kuhën. E masu të mbojnë valet. Shumitën i kam jashtë, bile si ha pola kuj. Veç kujdes me fjalorin, lutna. Po. Do me thonë ka njerës që të kanë largu ty. Po, valaj, po, motër. S'po të thirr kërkosh, s'po dën kërkosh. Ja, thirr kërkosh se mbas lufte kum pas fatin kum shkel mina. E tash jem met me protest, bile kush thirr, kush në rana siç. Me kë jeton për momentin? Jetoj me një gjallë o dy vajza, i kam gruën, e kam... Do me thonë një i rrethum prej familjes. E prej kujna po pret me të thirrë dhe me të respektu që... Pa i kam muatër, dy muatra e njarë, një vlavër si jashtë. Okej. Që këtë përqyr interesin e vetë. Normal. Do me thonë prej tyre je i prekur kështu, a? Vaj, muatër se kërëm ka një shnur shkum punuën, kur që jam nëllë, po tash ndu dhe rash mina tash... Ma problem. Më falë bashkim që vë të pysë, çka ka lidhje puna jote me mungesën e respektit nga familjarët sot? Po ka motër se shteti si shtet mas pari, me në qeshtë të atërës në pëjdar në krye kur qysh. Aha, do me thonë edhe financiarisht nuk është që po ki ndonjë ndimes ose mbështetje prej familjes. Ja, ju, pe i kërkuj veç pe zotit. E prej familjarëve me cilët jeton sot, a punojnë, a kontribuojnë? Ja, kërkuj, shetë një gjallë, të janë të mojti me të mesime një market e ju, vëlla. Okej. Po uroj që shumë shpejt me u mundësu të paktën disa prej familjarëve se me jetu 4-5 antarë dhe mos me punu kërkush, më mbajt me një penzion është me të vërtet shumë e vështirë. Po edhe se tash pejprekim edhe këta që janë jashtë, po normal përpara ndoshta i kanë pas familjet më të vogla edhe se s'bëm bashkë mi gjyku që ashtu që i gjykojnë shpesh se i kanë pas familjet më të vogla. Nuk e dim rrethanat, kështu që nuk e dim se çka ka ndodhur aty. Swiss Diamond Hotel Prishtina. Nuk isha shpinën bashkë ashtu. Po edhe unë nuk mendoj se dikush s'u respekton nëse s'u jep. Swiss Diamond Hotel Prishtina se e thash smujta pa e thonë. Swiss Diamond Hotel Prishtina e ka një numër 3 telefonit, ju kallëzoj pak më vonë sepse ka shumë organizime. Keni organizime për Krishtlindjet, keni organizime për 30-nitin me një janar, me një janar e keni Gala Night me artistën e mrekullueshme, po që ne du shumë Irma Ljubohovën, e keni edhe me 30-ni një super not me Albanën edhe me Albina Kelmendin, kështu që ju që doni me festu me u kënaq me një super vend, me një super ambient, do e pas parasysh edhe super ushqimin, organizimin që këta e bojnë, duni me telefonun 038 400 040 edhe me rezervu tani. Alo, përshëndetje. Është tani. Alo, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na përshëndet? Refiki është prej komundës Kamenicës. Ku je Refeksi, si kalon? Ole, që sheni? Çka po boni, qysho Kamenica është mirë? Po shkojmë që është, një fardore, se jo mirë. Ku po shkoni? Po pra, ku po shkoni? Që the po shkojmë qështu. O jetu fol me arsimin direkt, jetu fol në Glam Radio dhe në Koa Vizion ke thirr. Hajde tregona me këje largu dhe me këje afru. Faleminderit, koncentron telefon lirë televizorin pak më lart, ç'është. Pjesholle të dy jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Kush më shumë? Me këje largu dhe me këje afru në 2025-ën. O valloj mu kanë largu fëmija pi shpijes, pi të këqia, dhe unë e qështë të kumerve që ka la vetëm. Pse tu kanë largu prej të këqijave? Qka do me thonë kjo? Prej dëbomeve. Që, edhe ti e me të vish vetë, ashta? Po, vallaj. Ku ju në shku ata? Një shku në Ngelan, pi Sehira, shma. Që, e pse, qyshe vrejtet e këtë farpune?
që 4 vite janë të hek. Në Gilan mu kanë largu për i fshatit. As mujte me shku dhe ti me fëmija? Mu largu dhe ti? Po, në gushti kanë vesh 2 dhoma, vëllai që 4 vjetë janë të hek, shumë mës. Me 120 herë shka me bo një njerin. E me kon i afru me na i kon? Kajnë mu kanë largu, me vlazni, me motën, me kejnë që ka la vetën, vëllajs. Okej, faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë, po shpresojmë u rregullu kjo farpune, po edhe nëse 049978978 vazhdojmë dhe presim telefonatat e juaja, presim na tregu ku janë pjesë më të ngarkuara me komunikacion këto momente. A shkojmë në Albi pak ajo? Jo, pret vish pak, se para se me shku në Albi, e kam një informat për këta që në vetura. Diçka më kopi që ke gjilon. Po, e kena një informat për juve që jeni në vetura në këto momente, ka kolon gjatë dalja autostradës në Vetërnik. Kolon e gjatë është edhe nga dalja autostradës në Fushë Kosovë. Vetë Fushë Kosova vazhdojmë me qenë me kolon gjatë nga zona industriale, por edhe nga zona industriale në hyrje të Prishtinës keni kolon gjatë. Hajde po shkojnë atë në Albi Mall, se Fiona ka nevojë për pak ujë rrugove. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Bankën Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë do vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në të njëjtin ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka më nejt, e lojt më interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në dorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmonë vendi familjes sonë. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajin e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. E për kthehemi në 049978978, po vazhdojmë po presim informatat rreth komunikacionit dhe telefonatat e juaja, por edhe njerë po du mi rikujtu juve që jeni në përvetura në këto momente dhe gjendeni në Ajvali ose keni me shkua nej, ndaluni tek Petrol Company, sepse ndëgjoni. Euro dizelën e keni 1.13 për litër, e benzinën 1.15 për litër. Po edhe ju tjerë që doni mi rimbush makinat pishëni që ju afru gati ajo e kuqja, shkoni deri tek Petrol Company, rimbushni makinë me derivatet më të cilësore dhe me çmimet më të mira, plus boni pjesë e lojës për blyse, se cilën rimbushje vlerë ma shumë se 10 euro merr një kupon, edhe mund është ndoshta me fitu atë veturën për këtë fund vit. Vazhdojnë dhe arrin informata rreth komunikacionit. Fatoni na tregon që kolona po vazhdojnë që në drejtim të Prishtinës nga Fushë Kosova. Ja ku e kemi telefonatën e radhës pion që po të pret me paturim. Alo, përshëndetje. Alo, mirë dita. Mirë dita, mirë mbrama. Kush po na thirr? Allah të na halo ditë i fjun. Të na është terra me. E për shka me bon për shumë unë. Kjo kur gjithë shka të mirë mbrama. Mirë mbrama. Qysh je? A i një luon? Jo, mirë te. Shumë, vetë zot zgate. Ma mirë s'ka se qysh. Ahmet. Orna. Me kënje largu ose me kënje afru në vitin 2025? Du mi ju tregu drejt. Jam largu prej makinav e jam afru me aeroplana.
Bravo, man fundrom në përgjigje. Çfarë kemi qef, përgjigje ma pozitive, se këto atë mbetjet familjare për një me janë realitet, po janë të dhëmshme, edhe kur po një raste kaq shumëta, është për me u çudit. Ti e largu prej veturave, vish ta bëj një sqarim për ata që se dina, Meti nuk ka hyp në aeroplan kurrë, se i ka pas pak si fobi aeroplanin. Edhe deri kur ka ndodhur prej vitit kaluar duket ke filluar me hyp në aeroplan apo? Ja që 2 vjet. 2 vjet? A që 2 vjet. Çfarë është ka ditëlindjen e 2 vjetorit? Çka me të vjen Ahmet? Ja pe par vjet, tash 2 vjet. Çka me të vjen për ditëlindje që ke hyp në aeroplan? Për vjetuar. Allahe, kisha thonë në i farë Toyota, që atë mas e keni në zbritje. Tash s'po thuna i bileta në i sensë Toyota. Mos po donë me të pritë edhe me baklov Toyota. Po jo se biletën ma ka qu arsimi, ma ka qu me Prishtina në etiketin ta orë që Ani, une tash. në aeroport me Toyota, ban. Okej, po banë, në ashtu fanë. Në po mërë që nuk banë. Do me thonë, je largu prej Kerrit, tash je afru me aeroplan. Apo të pëlqen? Bravo, ashtu është, qashtu është. Valla, të më pëlqen edhe fort mirë. Po që është pëlqen për një orë vjen Prishtinë. Lejse një orë e gjys, 2 qëre, të na thujnë, ba mirë 2 sahat, 2 orë tut, sa 24 orë tut, me pas ma mirë 2 orë. E ki frike, sa 24 orë, tani nuk nalësh, lodhësh këputësh. Kur po vjen Kosovë? Me emër të Allahit të mërë kurën, fjord. Mërë kurën, këtë mërë kur nisësh, a? 24, jo janë 24, veç 24, veç fletërojna. Hajtë se i thëm ati pilotit mi avëshu bile Audi atje. Foli me ato, se me që të fa Prishtinën e arsimi që ma ka shnu Prishtina të kjetë. Disa ta krym në emisionin Kymrin, nëse nisët para katreve. Po e ngojnë emisionin aty live. Edhe arsim deshta me të faleminejë, deshta me porosit arsimi me thonë faleminejë që ma qove qëtë biletë. Hajtë të mu se botë madhe tash, se shumë jetu e botë madhe. Apo do me dollë me të marrë dhe në aeroport. Po kish bo fjona me orë me të ju se jam me gruën jam. Se duhet apo do në doli me flamura. Po banë edhe të duhet se jo edhe pim kani kafe, edhe pse jo. Ti veç hajde me nacho edhe shioj festat e fundvitit. Faleminderit shumë edhe kalofshi. A mujna me orë, dhe është tjetër për. Për qofim shumë. Të lupak venin që mos më shku. Jo më doli me marë ma, ja Metin ja kanë. Për ndryshe, Amet na po të presim edhe me diçka tjetër, atje po të presim edhe me pak stolit shmuar atarit. Po, një vizit në Albit e Rubini së sysh. Po shkojmë zbashku atje, kështu që bënu gati, bëni durt gati kështu. Mas viti 3. Alo, përshëndetje. Shumë premtime po jap ti djalë. Jo, përshëndetje. Mas viti 3 ke jem të i dhanë. Prej të parit tani. Kush na telefonon? Daud si prej Zvicrës. Daud si kalon? Vallaj, mirë jo. Mirë, Daud edhe na. Qyshe ke pas këtë ditë kështu komplet regona? Mirë, mi kohën mirë e kena, ka shumë dill, halo mirë. Ku është atje ko? Në Zvicrë, në Lozan. Në Zvicrë, në Lozan. Pa e atje edhe vrënd kur bëhet diqysh nuk është në gjyrihini. Shkon pak ka e portokall, tha, den. Po të përzime. Po, a këtu diqysh pak me i këdilë vish po bëhet në gjyrihini, s'di qka e ka gjithë. Ja, atje shumë mirë, po shujtë se shumë mirë është atje. Shumë mirë, shumë. Po, në karo isë ta shka me bu. Po, bre të karo isë dhe isë e keshet kish pas ronë Lozan ty. A isha po më dhimësh? Shumë keq. Seriosisht e kam po më dhimësh shumë. Po, qëre, ka në dashë, me në qërë duër veç. Në kanë dile njajtë se kanë si atje. Jo, nuk është e vërtet, thash atje është ma me në gjyra, këtu është ka njëherë në gjyrihini. Po, qëre, atje në zenë ma mirë. Po, e vërtet është, Hajde të regona, të lutna, me ko një largu, me ko një afru. Ma afru me nonën, këshër të që kas një njeri. Je afru me nonën që ta është ma shumë, a? Po, që ta është e komore ma afruë. Psa si e konë që ka qofër me nonën, a jo se s'ka pos vizë? Larg, veni huj, gërbeti, veni huj, të s'ka pos, po ma mërë menja. Ta është je, do më thonë, shumë a ofër me nonën. Shumë a ofër, që të përrim, po ta është u bon tjetra? Qka u bo? Po bon, e në largu të atjerë, ta është jo ku morë nonën, s'po më thirin, e në largu ata. Po tutën që jam këthen? Ha? Që të problem, në kam një këshilë të juve. Jo, s'kish ka me morë këshilë ja pa fshari nonës. Qka? Po rreq aty me nonën, mirë është, ja afru, ata e kanë mojt e i tash, ta është dush me mojt edhe tina i det. Kalzëju që si lyp pare, edhe ta një nisin me të fol. Ngam ti mu, atë kalzëj qka bën ju? Jo pe kam një që tërhal tash. Ngam bre, thire ata këto që janë,
Po ja po më çoni do pare se po më vyn. Jo. Se nona o këto. Jo, nuk kam pyetje porë. Persana e kontar në tjetër derë. Po atë thoj kthej nonën se s'çojnë na pare. Analy me këshill, sonë po të kundër të necimit. Hajde çfarë? Se s'kam një gruaja. S'kam marr punat e gruaja, s'kam më bën. Ço kemë bo? Ti veç që pas ke kry punën. Ta di çka bën ti? Po më gruaja marr vesh punë 2-3 javë. Paske për më paske rënë. Për 2-3 javë ku ka marr vesha, ky pas ka planin për gjithë. Për gjithë le të mom. Po nëse diçka gruaja çet ti shtëpinë dil hajde ktheu lej ato dy atje vet. Kur shumë man atje mua. Po le gruaja le të çon parë, kusht man tash. A në qëroni juve plan gaj, me diçka me ndërshu planin të juve. Po hajde, me të parin të pesën këto. A ja afru me a e largu me najkon tjetër kështu? A vesh me që tha që s'po thirrin si orë nona? Me qita. Mire paske, më stani. Të falja krej shqiptarve në Lozanën e bukur. Faleminderit, ju përshëndes juve. Paske po vetës. Po në setetin atje jeni. Hajde, mirë arçi, për ndryshe po është një super qytet. Po në më është një super qytet, tani tha jo dilli atje. Ka kanë do kotra, e shojnë atje po Alpët e kam një farë çam i thon ai si detë, se dashnim për vendin e kuptoj. Po, më sa është mirë. Me thon ma bukur këtu se atje kënani. Çka është mirë. Mani bre, aman. Pa qëre gru du shumë, amo Dua Lipa e mirë. Po kupton, s'më me thonë. Jo vëlla e keqe Dua Lipa trupin e keq. Pse unë ty të du. Aha, okay. Ti je shumë e mirë, ta din na dy e na të mirë njëri me tjetër, amo Dua Lipa kishte qenë. Amo që aty ka dalë më zon prek. Çe telefonata tjetër. Alo. Pas ka shku telefonata, s'na ka prit. Mos u kon vlloi këtina në Lozon. Ama Dauti pas ka qel, halle vetës, do me thonë. Jo, la knaci, vishaj gore boni se knaci ka qel vetës. Hajte. Jo, si ta shte merë vesh Dauti, me pjesën tjetër e menova. E merë vesh tani që nona, nese, se s'po i anena. Nuk ka që shke venuti. Alo, përshëndetje, ndaleni televizorin ju lutem, se kështu s'kena shansa me komuniku. Edhe pak minuta jena bashk 049-978-978 edhe njerë numri i telefonit. Na tregoni me kënë një afru ose me kënë një largu gjatë vitit 2025. Mësë më shkoni para lufte, mas lufte, para 10 viteve, po 2025 se na keni kryu diçka 3 ose a keni shkëput diçka përfundimisht. Alo? Adriatik Lotat, përshëndes shumë shok. Faleminderit shumë. Adriatik Lota është këngëtari mirënjohur joni, që jeton në Gjakov këto momente edhe po na përshëndet. Edhe na përshëndesim. Përshëndesim shumë. E kanë kogja vitin. Më thon po s'pe tham, hajde. Thuje bre. Po pse pe thu. Tani. Kur e pata den që martu, që kjo kanë me klarinet. Me Dua Lipën kur... Po të kallëzoj, dhe më thonë shkaj ke trupi si zgjarë, po në mërë këni farë. Po pret bresë për na ikë telefonata, po tu po ma s'kam i bombus, po zhvak me prit, s'kam shkam i bone. Dhe me thonë Adriatikut pas ka... Po, Adriatika, mëre tik. Kolon e gjatë për me dal në Fush Kosovë nga autostrada, kolon e gjatë për me dal në Veternik autostrada, shumë kolon për mjë qasë rrethi Qaklavicës drejtim Prishtinës, po vazhdo me mbet Fush Kosova me kolon nga zona industriale, po vazhdo me mbet me kolon rruga qasja për të rrethi duplex nga stacioni trenit. Hajde nashta, po, qëtasht, s'poj. Alo, Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, kush telefonon? Po më duke që një lodh pak. Kush? Jo. Navi sa kemi fillu, qysh mu lodh? Po thua, ani mirë shumë. Alo, 14 minuta. Edhe një ramrin t'juta? Bekimi. Bekim, apo? Po, Bekim. E nga për atë thirë Bekim? Po thirë prej Gjakovës të ardhë për Prishtinë, në para vetë. Edhe qysh është rruga atje? Qysh i bjen ka rruga vetë, si vish mu bo rroshkë. Rroshkë, po qëpar mjegull të merë rizotit. A pas ka shumë mjegulla? Me dal poshtë. Dhe në pjeshtra vetit mjegull nuk shijet në 5 metra. Ani, kujdes lutem se rruga... Jo, ka dore... Ke koqa e rëzikshme. Se u kërshet të njinë. Bekim. Vjen kërshën, kësë i me atyne që ka shpusët. Po pse e the që ashtu? E thash edhe në fillim të emisionit që na kanë traumatizu, do me thonë, ngjarja e sotme, edhe ditëve të fundit, edhe pse nuk është e para as e fundit. Mirë, desa më inkadru pak... Hajde tregona, po, mos shkojmë të ato temat kronikat e Ziza. Që folen dhe sot, dhe ishtash, ngova do më është do them na shka bëdi. Po mos i komentoj tjerë, veç tregona ti personalisht me kënjë largu ose me kënjë afru. Rregull.
Unë që më largu me kërkon, më afru shëqër po më vjen shumë keq që dinja, që më largu me ato, me familjar me ato, që më rëspo afro e za, pak në ka shu toka, jena bo, pike 5 E tham është fatkeqësime, dëgju ka shumë rastet familjarëve që kanë hatërmbetje, xhelozi, inate, përleshje, ndarje. Po, një beton, tonë që familje, po mos janë qatat këqi, po mdoket e pisojnë dikona, ai më ka largu. Nuk kemi këtu për me gjyku. Komenton, në veç për veti, por mos na komenton se do të mi pasë ata në studio këtu. Po për neve s'kana ka gjetë. Nuk jemi këtu për me gjyku se kush ka të drejtë, kush jo, nuk e kemi rolin e gjykatësit, kështu që na veç i dëgjojmë mendimet edhe i përshëndesim. Mirë, shqyr zotit e kam një familje snush, një rreth mirë që si largu me kërkon. Snush, jam të punu mesin e 30 persona me një firmë, kushtrimi, Malishev, jem 11 shofera, edhe jem të kalu shumë mirë, Vjen mirë që jeni kolektivi lumtur. Bekim, faleminderit shumë, rruga e mbar ty. Notën e mirë, kalu shumë mirë. Notën e mirë e gjithat mira. Përveç që shtu me thonë ti kush po shkoj, po punoj, po knoshna, me familjen mirë. Aten se dëshysh na ka kop një çaj vobeksia, si po thamune. E shtroj një pyetje shumë të mirë Bekimi, po nuk po du me Jani, nuk po du as me komentu se nuk na marketing e falum që do dule dhe ndriti tha ku tha Çaponina kesh. Alo, përshëndetje, telefonata e fundit për këtë javë. Kush o këtu? Kush thosh këtu se? Si edhe si kalon? Që mirë, aq se shpejt një poezi për temën, edhe se kam paku kështu jo në vesh, e kam për javësha kështu zonin, shumë shpejt. Dashuri platonike. Ti ofër e unë larg, shpresë pa shpresë, fatkesin e fat. Unë ofër e ti larg, zë që mungon ditë e natë. Telefon që pashkon, telefon që ndon, dashuri rëmuj, ofër dhe larg. Kjo ishte për poezia, për temën doshim me veti ka zë shkurt. Hajde shkurt kallzona se s'kena ko, me konje largu, me konje afru ose me shkaj e largu, me shkaj e afru. Po me aty mje sa i ka i hoz zemra ti oj du shumë gjyshi të shumë Lorenën Leonën. Her afru në menjonën, her largu me tjetër. A di faktasi e bro, beso fantastike diçka, nuk e di. Ti e për tjerë s'po më intereson, po në mollë. Po ç'është jo bre. Jashtë toksort për shafin, përshëndesim, falenderojna. Ciao. Faleminderit shumë. Faleminderit secilit prej juve për kontributin, për telefonatat dhe për mesazhet që keni dërguar. Vazhdojnë në glamradio.fm, glamradio.fm, juve që doni me vazhdu me na ndjek, edhe mos harroni me bota që doni me bot gjithmonë me ep shumë dashni. Paqet të shëndet. Faleminderit shumë edhe Jeta Baholli, Hair and Makeup që është pjesë e emisionit tonë. Ju vazhdoni më shoqëroni me neve, jena bashkë me Glam Radio, mos harroni me marr aplikacionin tonë në iOS ose edhe në Android. Ose e keni mundësi me na dëgju live edhe përmes portalit tonë glamradio.fm nëse s'keni mundësi përmes frekuencës. Dëgjojmë pas pak.